Liderët e Ukrainës dhe Izraelit mbërritën njëkohësisht në Washington nga pozita të ndryshme, por të dy e dinë se nuk mund të mbështeten plotësisht tek presidenti amerikan Donald Trump. Vizitat e njëkohshme të Benjamin Netanyahu dhe Volodymyr Zelensky në Washington ofrojnë një pamje të qartë të një bote në trazir, e cila po largohet nga siguritë që kanë përcaktuar rendin ndërkombëtar për dekada. Disa gjëra mbeten të pandryshuara. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të jenë një fuqi e jashtëzakonshme ushtarake dhe ekonomike, ndërsa për të dy liderët e huaj një takim me Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë mbetet vendimtar për qeveritë e tyre dhe për luftrat që po zhvillojnë. Megjithatë, presidenca me tipare perandorake që Trump është përpjekur të ndërtojë po dobësohet në një masë të madhe për shkak të drejtimit të tij të paqëndrueshëm. Ai mund t'i shohë vizitorët si udhëheqës vasal që mbërrin nga skajet e perandorisë për t'i treguar në nënshtrim, por Netanyahu dhe Zelensky janë po aq të vetëdijshëm për dobësitë e Trump sa edhe për dobësitë e tyre. Dy liderët mbërrin në Washington duke ndjekur drejtime të kundërta. Pozita e kryeministrit izraelit është dobësuar ndjeshëm që prej momentit kur 5 muaj më parë ai bindi Trump të përfshihej në një luftë të menduar keq kundër Iranit me premtimin e pabazë se regjimi në Teheran do të shembej shpejt, që atëherë një president i zhgënjur haptazi e ka qortuar publikisht Netanyahun dhe ka këmbgulur se kryeministri i Izraelit në fund do t'i bindet vullnetit të tij. Në të njëjtën kohë, Shtëpia e Bardhë ka nxjerrë në media hollësi nga shpërthimet verbale të Trump, në të cilat ai e ka fyer dhe nënçmuar Netanyahun. Izraeli është lënë jashtë negociatave me Iranin dhe qëndrimet e tij janë shpërfillur në çështje të rëndësishme, si shitja e avionëve luftarak të padukshëm F-35 Turqisë ose arritja e një marrëveshjeje bërthamore me Arabinë Saudite. Një sondazh i Economist YouGov tregoi se pothuajse gjysma e amerikanëve të pyetur mendonin se Netanyahu duhet të arrestojë për krime lufte sapo të mbërrinte në SBA. Në të kundërt, Zelensky mbërriti në Washington në një pozitë në ngritje. Ukraina i ka përgënjeshtruar parashikimet e administratës amerikane se disfata përballë fuqisë ruse ishte e pashmangshme. Vendi i tij është kthyer tashmë në një udhëheqës botror në luftën me dron, ndërsa pjesë televizjes MAGA po tregojnë më shumë simpati për liderin Ukrainas, të cilin më parë përçmonin si humbës. Në administrata tradicionale amerikane, të dy burrat dhe vendet që përfaqësojnë do të konsideroheshin aleat natyror dhe do të mund të mbështeteshin në një pritje të ngrohtë në zyron ovale. Fakti që vizitat e tyre përkuan me funeralin e senatorit Lindsey Graham është domethënës. Graham ishte një republikan i linjës së vjetër, mbështetës i vendosur i përpjekjeve ushtarake të Izraelit dhe Ukrainës. Në këtë kuptim, ai përkiste një brezi politik që po zhdukej, por kjo nuk është një administratë normale. Ajo drejtohet nga një president që vendos sipas humorit dhe asnjëri prej vizitorëve nuk mund të parashikojë se si do të pritet. As Netanyahu dhe as Zelensky nuk dëshironin që kamerat të ishin të pranishme gjatë takimeve. Trump e nisi presidencën duke i dhënë Netanyahu dhe luftrave të tij mbështetje të plotë. Ai braktisi edhe shfaqjen formale të shqetësimit për jetët e palestinezëve ose të banorëve të Libanit Jugor, një kujdes që administratat e mëparshme e kishin ruajtur në mbështetjen e tyre për Izraelin. Megjithatë, përballë një elektorati armiqësor, presidenti po përpiqet të tërhiqet nga rajoni. Gjatë kësaj përpjekjeje, ai po zbulon se Izraeli është pala më kundërshtuese në pothuajse çdo front. Në rastin e Ukrainës, Trump e hodhi poshtërsisht librin tradicional të politikës së jashtme amerikane. Ai propozoi marrëveshje paqeje që shpesh përsërisnin argumentet e Moskës dhe i ofronin në Rusisë territore që ajo nuk kishte arritur të fitonte as në fushën e betejës. Ukraina nuk u dorëzua. Ajo tregoi se mund vazhdonte luftën edhe pas shkurtimeve të mëdha të ndihmës ushtarake amerikane, duke u mbështetur më shumë tek Europa dhe tek përvoja e saj e fituar me vështirësi. Është kthyer papritur në një figurë të pëlqyer nga disa ndikues të së djathtës ekstreme televizjes MAGA. Një prej tyre është Laura Loomer, dikur justifikuese e pushtimit rus, e cila intervistoi presidentin e Ukrainës në kopshtin e tij javën e kaluar dhe bëri thirrje për qartësi morale në mbështetje ndaj Kievit. Ngritja e fundit e Zelenskit mund të pasqyrojë rënien e njëkohshme të Netanyahut, por kjo nuk do të thotë se ata mbërritën në Washington me të njëjtin status. Në marrëdhëniet me administratën Trump, ata nisën nga pozita të ndryshme. Pothuajse çdo gjë do të përbënte një përmirësim për Zelenskyn, krahasuar me pritjen famkeqe në Shtëpinë e Bardhë në shkurt 2025, kur Trump dhe zëvendës presidenti J.D. Vance u përpoqën ta poshtronin para kamerave. Ata i kërkuan mirënjohje dhe pranim të disfatës, duke i thënë se nuk kishte më asnjë kartë në dorë. Këtëherë Zelensky ka disa karta, por ende nuk ka një dorë fituese pa mbështetjen e SBA-s. Synimi i tij menjëhershëm është modest, të bind Trump që të nderojë senatorin Graham, duke mbështetur projekt ligjin për sanksione ndaj Rusisë, të cilin senatori po e shtrynte përpara vdekjes së tij. Zelensky e di se ndihma e drejtpërdrejtë ushtarake amerikane për Ukrainën nuk ka gjasa të rikthehet në sasi të konsiderueshme në një të ardhme të afërt. Raketat interceptuese Patriot dhe armët e tjera mbi të cilat Ukraina dikur mbështetej për mbrojtjen e saj janë përdorur në
në mas në lindjen e mesme, shumë prej tyre për të mbrojtur Izraelin. SBA-ve do t'i duhen vite për të rindërtuar rezervat. Netanyahu mund mos gëzojë më favorin e shtëpisë së bardhë, por SBA mbetet e angazhuar ndaj mbrojtjes së Izraelit në një mënyrë dhe në një shkallë për cilën Ukraina vetëm mund të ëndorrojë, shkruan The Guardian. Netanyahu dhe Zelenski erdhën në Washington nga rrugë dhe pozita të ndryshme, por ndajnë të paktën një vedije të përbashkët. Marrëdhënia e tyre me administraton mund të përmbyset pa paralajmërim, pa arsye të qarta dhe brenda pak sekondash në oborrin politik të një presidenti të irrituar, të dobësuar dhe me prirje perandorake. Asnjë aleat nuk mund të jetë i sigurt për vendin që zë.